Shkrimtare e Kosovës. Dhe me pushkë në dorë e me uniformë, e si ushtari vërtet i ushtrisë shkrimtare të Kosovës, i doli në mbrojtje popullit tonë, një luftë e cila u kurorëzua me sukses të madh, sepse edhe me ndihmën e Bashkisë Ndërkombëtare e çliruan Kosovës, e cila u ndërtua pra deri këtu ku jemi për 26 vite, pa ndërprerje, e keni kontributin aty në çdo cep të FSK-s, edhe kontributin e Ilir Qeriqit, i cili në çdo përgjegjësi që e ka pasur, deri në përgjegjësinë gjenerale brenda forcave të sigurisë të Kosovës, i ka kryer të gjitha detyrat e tij, të gjitha përgjegjësitë që i ka pas në nder. Prandaj jemi gëzuar që e kemi në krye të garës një person me integritet, një person me virtyte, një person i disiplinuar, një person i cili din çka don për Lipjanin, dhe i cili Lipjanin nga do që ka shku, sepse shërbeu edhe në Washington, një pjesë të jetës të tij, si atashe ushtarak në ambasadën tonë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por kudo ku ka qenë, vetëm fjalët më të mira keni pas rastin të dëgjuar për të.